Qeni i zi dhe macja e zezë, kur besytnia lufton me besimin. E ke ndjerë ndonjëherë, po nisesh për një punë të rëndësishme, zemra plot shpresë, hapa të sigurt, dhe papritur, një qen i zi të kalon para, ose një macja e zezë të ndërpret rrugën, ose një gomar del përpara. Dhe diçka brenda teje, mësuar nga të vjetrit, nga fqinji, nga tradita, thot: ktheu, është shenjë keqe. A e thot Kurani këtë? A e ka thënë profeti alayhi selam këtë? Sot i japim përgjigje këtyre pyetjeve, me argumente, me qartësi, pa kompromis. Besytnit nuk kanë lindur me Islamin. Kanë lindur shumë para tij, në civilizimet pagane, në besimet primitive, në kohën që njeriu nuk dinte t'i drejtohej Allahut dhe i drejtohej çdo gjëje tjetër. Romakët i friksoheshin shpendëve të caktuar. Egjiptianët e lashtë i adhuronin kafshët. Arabët pagan besonin në shenja të fatit nga zogjt. Islami erdhi dhe i rrëzoi të gjitha. Allahu thot në Kur'an: o besimtar, me të vërtet pijet alkolike, bixhozi, idhujt dhe shigjetat e fallit janë vepra të ndyta nga punët e djallit. Surja Maide 90. Arabët e kohës së profetit alayhi selam kishin një besytni të fortë, të quajtur tijera, marrja e shenjave të fatit nga fluturimi i zogjve, nga kafshët, nga ngjyrat. Nëse zogu fluturonte majtas, shenjë keqe. Nëse kafsha e caktuar të kalonte para, fatkeqësi. Dhe profeti alayhi selam u drejtua dhe tha, pa lënë vend për dyshim: tijera, marrja e shenjave të këqija, është shirk. Shirk, jo thjesht gabim, jo thjesht zakon i keq. Shirk, shoqërimi i dikujt me Allahun, gjunau më i madh në Islam. Dhe profeti alayhi selam vazhdoi me fjalët edhe më të forta: kush e ktheu rrugën për shkak të shenjës së keqe, ka bërë shirk. Sahabët pyetën: o i dërguari i Allahut, çfarë është lyerja e kësaj? Profeti alayhi selam u mësoi: o Allah, nuk ka të mirë veç se e mira jote, nuk ka shenjë veç se shenja jote, dhe nuk ka zot tjetër përveç teje. Ekziston hadith i sakt nga profeti alayhi selam ku përmendet qeni i zi, por kuptimi i tij është krejtësisht ndryshe nga besytnia popullore. Profeti alayhi selam tha: qeni i zi është shejtan. Dietarët islame kanë komentuar me kujdes këtë hadith. Imam Nevevi, komentuesi i madh i Sahih Muslimit, shpjegon: ky hadith ka ardhur në kontekstin e namazit, se qeni i zi e prish namazin nëse kalon para falsit, jo se qeni i zi është shenjë fati të keq në rrugë. Këto janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme. Shej Ibn Uthejmini shpjegon më tej: hadithi për qenin e zi ka të bëjë me namazin. Edhe disa dietarë kanë kufizuar vetëm atje. Por të kthesh rrugën kur të kalon qeni i zi duke besuar se sjell fatkeqësi, kjo është tijera e ndaluar dhe bie ndesh me tauhidin. Pra qeni i zi si shenjë fati të keq në rrugë nuk ka asnjë bazë në Islam. Për macën e zezë, Islami është edhe më i qartë. Nuk ekziston asnjë hadith i saktë që ndalon kalimin e macës së zezë ose e quan shenjë të keqe. Kjo është besytni e huaj, e ardhur nga tradita europiane mesjetare pagane, edhe nuk ka të bëjë absolutisht asgjë me Islamin. Sheikh Salih El Feuzan thot: besimi se macja e zezë sjell fatkeqësi është nga besimet e paganëve dhe ignorancës. Muslimani nuk i beson këtë gjëra. Kafsha nuk ka asnjë fuqi mbi fatin e njeriut, as e zezë, as e bardhë. Për gomarin, profeti alayhi selam ka thënë: kur të dëgjoni pëllitjen e gomarit, kërkoni mbrojtje tek Allahu nga shejtani, sepse ai e ka parë shejtanin. Por edhe ky hadith ka kuptim të veçantë. Ibn Hajar El Askalani, komentuesi i madh i Buhariut, shpjegon: kjo nuk ka të bëjë fare me fatin e keq nga gomari. Kjo ka të bëjë me mbrojtje nga shejtani kur dëgjohet zëri i tij, sepse gomari sheh gjëra që njeriu nuk i sheh. Kalimi i rrugës nuk urdhërohet, por kërkimi i mbrojtjes tek Allahu, po. Do me thënë, kur dëgjon gomarin të pëllas,
Thuaj eudhu billahi minash shaitani rrajim. Kërkoj mbrojtje tek Allahu prej shejtanit të mallkuar. Mos kthe rrugë. Allahu i madhërisëm ka folur drejt për njerëzit që u besojnë shenjave dhe besytnive. Por sa herë që u vinte ndonjë e mirë, ata thonin: "Këtë e kemi merituar." E kur i godiste ndonjë e keqe, ata e merrnin si ogur të zi që vinte prej Musait dhe popullit të tij. Por jo, Allahu ishte ai që u andillte fatin e zi, ndonse shumica e tyre nuk e dinin. Surja Araf 131. Allahu e zbulon mentalitetin e besytnisë. Çdo të mirë ja atribuojnë vetes, çdo të keqe ja atribuojnë shenjave dhe krijesave. Por e vërteta është: thuaj, gjithçka është nga Allahu. Surja Nisa 78. Gjithçka, jo nga qeni i zi, jo nga macja, jo nga gomari. Kur qeni i zi të kalon para, vazhdo rrugën. Kur macja e zezë të ndërpret rrugën, vazhdo rrugën. Kur gomari pëllet para teje, thuaj eudhu billahi dhe vazhdo. Por shto gjithmonë, o Allah, nuk ka të mirë veç se e mira jote, edhe nuk ka shenjë veç se shenja jote. Ibn Mesud, sahabiu i madh, ka thënë: nuk ka prej nesh që të mos i lind ndjesia e besytnisë, por Allahu e largon atë ndjesi me mbështetjen tek ai. Do me thënë, ndjesia mund të vijë, por vepra, kthimi i rrugës me besim, se sjell fatkeqësi, kjo është ajo që e ndalon Islami. Muslimani i vërtet ka një mburoj, jo mburoj kundër qenit të zi, jo kundër macës, jo kundër gomarit, mburoj kundër frikës nga gjërat e kota. Ajo mburoj quhet tauhid, besimi i pastër se vetëm Allahu kontrollon fatin, vetëm Allahu jep të mirën, vetëm Allahu lejon të keqen, dhe asnjë kafshë e zezë apo e bardhë, e madhe apo e vogël nuk ka fuqi mbi jetën tënde. Të parët tanë, Allahu i mëshiroft, na mësuan paganizmat edhe besytnit, por profeti alayhis salam na mësoi diçka tjetër. Mbështetuni tek Allahu, edhe mos u dobësoni. Kthe syt nga qielli, jo nga rruga. Kthe zemrën tek Allahu, jo nga kafsha që kaloi. Sepse fati yt nuk është tek qeni i zi, fati yt është tek Allahu dhe vetëm tek ai.